E përshëndetshëm porosi për kryeministin Kurti duke njohur si një ndër politikanët më të madh, një njeri që këtë jetën e vet e ka ndërtuar me sakrificë dhe me vujtje, me dhimbje, për cilën është e kuptueshme se pushteti të transformon pak. Jo pse ti ki dëshirë, po për shkak të rrethana për cilat ti ballafaqohesh, është protokolli shtetëror, janë disa gjëra për cilat se ke momentumin me ndryshue. E para, unë jam angazhu për me ndryshu se cilin pjesë të kësaj shoqënie për të mirë. Ajo që ka qenë prioriteti numër 1 për me ndryshu këtë vend, dhe këtë angazhime, kam dhënë sakrificë madhe është mos me bë zajednice. Pra, kryeministi Kurti nuk do të me bë zajednice. Asasi as kësi çfarë kemi thënë, se kemi ditë se çfarë do zajednice që të bën, qoftë vetë menaxhem, qoftë çka do që i thu, e shkel rendin kushtetues këtë vend. S'ka kushtetuta jonë që ka më dhënë të drejtave serbëve më. Jo pse unë kam ndonjë rrejtje ndaj komunitetit serb. E kam thënë vazhdimisht edhe them rreshtas se për lirinë dhe shërimin e këtij vendi janë vrarë, janë masakruar, kanë rënë dëshmorë, janë djegë vetë shqiptarët. Edhe ne e kemi shkel veten për të kriju të drejta dhe diskriminuese të komunitetet e tjera në raport me shqiptarë. Pra, kryeministi Kurti nuk duhet me bë asnjë lloj të zajednicës. Nëse bë cilin do lloj të zajednicës, ai do ta merr çmimin e vet. Edhe çmimin e vet kanë më dhënë qytetarët. Kanë më dhënë në rrotë të parë aktivistët e vetëvendosjes për cilën kanë paguar shtrejt kundër zajednicës. Kjo është e para. E dyta, kryeministi Kurti duhet me fillu me ndeshku të papunët e të pameritorët, të paaftët e të padishmit, për cilët i ka me bëllëk në organizat e në qeverisje. Jo pse pëthet Dardani, jo pse Dardani ka kritikën e argumentueshme, se i bën derë vetës ti, i bën derë një organizate për cilën në sakrifiku shumë e ndërtu, edhe i bën derë Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nuk ka pas klientel politike. Lëvizja vetëvendosje ka pas aktivist për cilët e kanë shkatërruar mirëqenien e vet, e kanë shkatërruar punën e vet. E kanë humbë afatin e provimit, e kanë shtyr datën e martesës, e kanë shtyr vizitën të një familjar për ta ndërtuar lëvizjen vetëvendosje si koncept i drejt i brezave e drejt e popullit shqiptar. Pra, kryeministi Kurti duhet pa humbur kohë, edhe besoj që shumë ja kanë dhënë mesazhin që me ul me reflektu. Kjo çka është ndodh e çka po vazhdon të ndodh më tash vetë kemi hyrë në vitin e 3 të qeverisjes, nuk është standardi i lëvizjes vetëvendosje, as zoti Kurti, as me aktivistë e lëvizjes vetëvendosje, as qytetarët nuk janë angazhuar për këtë standard që foremi po e shohimi.